Sipas kalkulimeve të mia që 400.000 euro kom paguën vetë, tash duhet me paguën 1.500.000 euro. I kalon 100 euro, 40 euro ka ekstra. Kushis tem, pa u kun njerëz aty, janë ngërbet ke 307 euro ka orë. Logorete, pa njerëz. Sot jam njeri më i mërzitur. Wallahi më mlon shefet 24 orë që të inej. Sot me marrë puna mas 25 viteve, me dalë në protest kundër një qeverie teme, unë e njihna shumë keq. Por që ato e na dorë që me posë na dy bomba dhe në drejtë në qeveri. Tjetër sens ka me. Bëni selam, kurti nuk ka kalu hajde ti pas tash me nije, se një kun me një vakt. Se tash jena orë mas ti, tash hajde ti mas nije. Kus kam porë, kus punoj, ku kam e morë porët me pagurrim, me ne për nëllë. Po thuaj se të gjitha hyrjet dhe daljet e Prishtinës janë blokuar nga kamionët e bizneseve që nga ora 10 e mëngjesit deri në orën 12. E krejt kjo pas vendimit të fundit të ZRE-s për shtrejtimin e energjisë elektrike. Sipas protestuesve, nëse ZRE-ja dhe qeveria nuk do të reflektojnë, blokadat do të vazhdojnë. Nderuma, mund të shpëna të regu pse keni dalë me protestu sot? Po, kemi dalë me protestu për arsye të një vendimit që e ka marrë qeveria për me kaluar në tregun e lirë të energjisë. Problemi nuk është pse dalim në tregun e lirë, por problemi është se ne nuk kemi informu, as një informat, as një fletush, as një uzim, nuk e kemi pasur rreth asaj, vetëm se 10 ditë para se me fillue privatizimi, apo me dalën në tregun e lirë të energjisë në kanë thirrë në një takim. Problemi është se në takim e kom po që as ZRE-ja nuk është e përgatitur, as qeveria nuk di kur gjë rreth kësaj, mirë por neve na kanë po na detyrojnë dikon 250% me rritë energjinë elektrike. Une, sipas kalkulimeve të mia që 400.000 euro kom paguën vetë, tash duhet me paguën 1.500.000 euro. Do me thonë dikon i vjen 1.200.000 euro ma tepër në vetë me paguë energji, në rast se punojmë sipas standardeve që kemi punuar 2024. Plus asaj, çka është hala më e keqe, na kanë lyp pare hupse vlerën e 2 fakturave në emën të avansit, që dikun neve muet duhet me më shku dhejnë 250.000 euro si pas logikës tyne, në rast se e marrëmi dhe e kalkulojmë, 250.000 euro unë do të me deponuen kesko si garant të 2 fakturave të fundit dhe këto nuk i drejt mi tërhek deri në momentin kur prishet kontrata, në rast se zgjat 10 vite kontrata, 10 vite ato pare mbesin të blokume. Kur e kemi parasysh se 250.000 euro vetëm me 4% me lon deponim bank, do me thonë 10.000 euro na u vidhen në formën tjetër të na i marrë të drejten e kamatave. Sot jam njeri më i mërzitur. Unë ko marrë pjesë në protesta prej vitit 1981. Në të gjitha protestat kur pushteti këtu ishte pushtet okupus. Jemi torturu, pa jemi një krenar, jemi rej, jemi tonat në kanë do. Sot me marrë puna mas 25 viteve me dalë në protest kundër një qeverie teme, unë e njihna shumë keq. Mirë por, me veprime që i ka marrë qeveria, muj me thonë drejt për drejt, se prodhimin, direkt prodhimin e ka sulmun në palcën. Në rast e kuptoni kur një viktim preket në palcë, viktima bjen. Dhe me që të hap, direkt është sulmue palca e ekonomijës kosovare. Ndërma, mund të shpëna të regu pse keni dalë sot në protest? Na dalë për shkak të rrymës. Shkak e rrymës që për hypë rryma, si për qeveritar, për firma, si për popull, për shtëpia, për këtë. Vllave tem i ka orë rryma, i kalon 100 euro, 40 euro ka orë ekstra. Kushis tem, pa u kun njerëz aty, janë ngërbet ke 307 euro ka orë. Logorete, pa njerëz. Që një mujë kusur rrymën ja kanë ndërpre, dhe 300 kusur euro ja kanë qitë të rrymë. Nuk kem të kuptu unë në qase. Ate jam unë këtu për bëjnë shpenzime.
Po ti ku si e ti, qysh ban shpenzime? A presni që pas kësaj blokade të ketë reflektim nga qeveria dhe zërëja? Por që ato jena dorë që me posë na dy bomba dhe në drejtën qeveri. Tjetër sens ka met, do të mi lypi policisë do bomba dhe me fut në ta. Vallaj me mlon shefet 24 orë që të inej. Edhe ja blokoj rrugën, më mlon policia edhe asë një kërë se lotë me ikë të poshtë. Bëni se lëm kurti nuk ka kalu hajde ti pash tash me nije, se një kun me një vakt, se tash jena orë mas teje, tash hajde ti mas nije. Edhe na do me orë, aj me na bloku rrugën. Jo veçaj, kur ka deshtaj. Se kur ka deshtaj edhe kena një mu edhe na me përptu kamionat. Po edhe aj sot në djene në drejtojnë kamionat, po me hes muna për para. E jo veç me, se ta zonë karrikën në dzejna për veti për ty s'manin. Se s'kemi post rrugë tjetër, prandaj jemi dollë. Sot kryeministri në detyrë Albin Kurti ka deklaru që këto blokada janë sikur se ato të Radoj Qiqit. Qyshe komenton ti këtë deklarat të kryeministrit në detyrë? Në gjë, kryeministri ka detyrën e vet, ai duhet të kryejë detyrën e vet. Unë nuk do të fuqa në politikë të protesta, absolut nuk janë politike, këto janë shpresdhënëse për bizneset, në rast se nuk reflektojnë